As kjo xhami nuk u shpëtoi sulmuesve izraelit. Të enjtën, një grup kolonësh e dogjën dhe dëmtuan objektin fetar pranë qytetit Salfit në bregun perëndimor të pushtuar. Ata hodhën lëndë djegëse në hyrje të objektit, ndërsa banorët ndihmuan në shuarjen e zjarrit para se ai të përhapej më shumë. Flakët prekën disa pjesë brenda, përfshirët e 3 kopje të librit të shenjtë Kuranit. Me të mbërritur në agim, e gjeta derën e xhamis të thyer, zjarre të ndezura brenda dhe slogane raciste të shkruara nga grupe kolonësh. Në njërën anë të xhamis, sulmuesit kishin lënë mesazhe me grafite si "Nuk kemi frikë" dhe "Do të hakmerremi sërish". Ky sulm ishte i fundit në një varg prej tyre që kanë provokuar shprehje shqetësimi nga zyrtarët e lartë, udhëheqësit ushtarak dhe administrata Trump. 10 kolon izraelit të maskuar sulmuan fshatrat palestineze në bregun perëndimor të Martën, duke u vënë flakën automjeteve dhe pronave tjera, përpara se të përlesheshin me ushtarët izraelit. Nga ana tjetër, militantët e Hamasit të enjtën u pan ndërsa lëviznin për të vazhduar kërkimin për mbetjet e 4 pengjeve në Gaza. Automjetet dhe stafi i kryqit të kuq i shoqëruan për të vëzhguar procesin.